Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të trajtojmë një sër çështje duke nisur nga Izraeli, mënyra se si i ka trajtuar aktivistët e kapur nga forcat izraelite në ujërat ndërkombëtare, ku një prej aktivistëve ishte edhe Baki Goxha nga Shqipëria. Po ndërkohë do të flasim edhe sa i përket përplasjes me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, apo shkojmë drejt rifillimit luftës, apo do të kemi një përfundim të këtij konflikti. Ndërkohë do të prekim edhe çështjet Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë për zbritur më pas në politikën shqiptare sa i përket ambasadorit të ri që pritet të emërohet në Shqipëri, pra ambasadorit amerikan Eric Vend, që është propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump, dhe nëse ky i fundit pra përmes ambasadorit në Shqipëri do të bëj zap politikën shqiptare apo jo. Për të folur për gjitha këto çështje, ne kemi të ftuar zotin Kreshnik Osmani, drejtues i lëvizjes Addheu. Zoti Osmani, përshëndetje. Përshëndetje Bardhi, përshëndetje, mirë se u gjej. Zoti Osmani, si e keni parë sjelljen e shtetit izraelit kundrejt aktivistëve të kapur në ujërat ndërkombëtare, ku një prej tyre është edhe shqiptar, siç është rasti i Baki Goxhait, ku ndërkohë mësohet se aktivistët e kapur tashmë janë rikthyer mbrapsht së bashku me aktivistin shqiptar Baki Goxhaj. Atëherë, nuk është se kam informacione të detajuara se çfarë ka ndodhur, gjitha është çfarë është raportuar, nuk është se pamjet që kemi parë në mënyrën se si trajtoheshin në vendin ku ishin vendosur aktivistët nga forcat izraelite. Qartë, unë nuk i kam parë pamjet në fakt, por nuk është se kam nevojë të shoh pamjet për të kuptuar fantazitë e Izraelit. Në fakt, qeveria e Netanyahu's është qeveri e dhunshme, qeveri që e përdor dhunën, nuk e ka problem ta përdor dhunën, nuk e ka pasur ndonjëherë problem, ka shkaktuar dhunë në Gaza, ka eliminu 80.000 njerëz pa fajshëm, kështu që çfarëdo që të kenë ndodhur nuk kam nevojë të shoh asnjë lloj video, sepse unë e imagjinoj tërësisht se çfarë mund të ketë qenë apo mund të jetë duke ndodhur. Ajo që ne jemi informuar është se ka pas raportime se aktivistët janë ndaluar me forcë, anija është interceptuar, është kapur në det, janë përdorur mjete force si pluma gome, sipas dëshmisë dhe deklaratave të bashkëshortes Baki Goxhait, dhe deri tani duhet verifikohen këto, ka prova, cilat janë provat, çfarë ka bërë Ministria jonë e Jashtme, a janë interesuar për këtë situatë apo jo nuk janë interesuar. Është akt humanitar, njerëzor, solidariteti me Gazën është një nga aktet më njerëzore që mund të bëjë çdo njeri në këtë kohë ku atje është përmbyllur gjithçka, është bllokuar gjithçka, sepse situata dhe mediat ndërkombëtare janë solidarizuar komplet të gjitha me luftën e Iranit, me zhvillimet e tjera të mëdha, me luftën e Ukrainës, me vizitën e Donald Trumpit në Kinë, dhe nuk ka më askush që të merret mundësi, s'ka më askush të merret me Gazën. Atje është një popull që vazhdon të jetë në një diktat të urisë, në një dhunë të urisë, të mungesës ushqimit, medikamenteve etj. Kështu që në parim akti i solidarizimit me Gazën është një nga aktet më të larta humane dhe njerëzore, pavarësisht se unë kam një këndvështrim të cilin e fola mbrëm edhe në kanalin tim YouTube, kam një këndvështrim pak më ndryshe, që të gjithë ata që solidarizohen me Gazën duhet të shpenzojnë energjitë e tyre për Gazën këtu në Tiranë. Kemi një Gaza në Tiranë që po shpopullohet, po zhbëhet, po eliminohet. Kemi disa Gaza këtu në trojet shqiptare që rrezikojmë t'i humbasim nëse nuk e kemi mendjen. Ne kemi Gazën tonë Mitrovic, kemi Gazën në Çamri, kemi Gazën në Shkup, kemi shqiptarët që s'po lihen flitën shqip, do ta rrokin pak më poshtë. Kemi shumë Gaza këtu rreth e përqark. Kjo nuk e rrezon absolutisht solidaritetin me popullin e Gazës, por Gaza, i dashur Bardh, është tradhtuar nga 1.8 miliard musliman. Është tradhtuar dhe është lënë në mes të 4 rrugëve,
ne shqiptarët jemi popull i vogël, solidariteti është shumë i pranueshëm, është shumë njerëzor, është shumë i dashur për çdo qenie njerëzore, në ato flota të vogla për të çarë embargon e Gazës. Ajo nuk është çështje islame, ajo është çështje e njerëzimit. Aty ka të krishterë, ka protestant, ka katolik, ka ortodoks, ka britanik, spanjoll, italian, francez, gjerman, ndryshe nga racizmat që përhapin këta puritanët e shqiptarisë edhe shqiptarisë. Ajo është një solidaritet njerëzor, duhet të ndahet edhe çështja e kauzave të përbashkëta, se ç'lidhje kanë islamikët me Greta Thunbergun dhe me të majtën marksiste ndërkombëtare, si lidhen ata me këtë, si bashkohet ky bosh bashk, duhet bëjmë ca pastrime të doktrinave që të mos i ngatrojnë njerëzit. Ky solidariteti i marksizmit botëror me islamizmin botëror, për arsye të internacionales ndërkombëtare. Këto janë çështje doktrinare të cilat nuk mund t'i trajtojmë gjërësisht tek emisioni, sepse emisioni ka kohë të kufizuar. Megjithatë, unë i shpreh në maja të përgjithshme, po, solidariteti njerëzor me Gazën është njerëzor, është i refuzuar çdo lloj dhune dhe çdo lloj urie që ushtrohet ndaj një populli të pafajshëm atje që po ndodh nga makineria genocidale e Izraelit dhe e Benjamin Netanyahus në këtë moment, por i ftoi të gjithë aktivistët të kthejnë energjitë e tyre në Shqipëri, në Gazën e Shqipërisë, në Gazën e Ballkanit, sepse është duke u shpopulluar nga një regjim i cili po ushtron politika genocidale, dhe nëse në Palestinë një non palestineze i lind 7 fëmijë apo 9 fëmijë dhe thot 5 fëmijë i kam për Palestinën, 2 i kam për pleqninë time, këtu nuk i kemi akoma, nuk i kemi pa ato nona. Kemi pa vetëm nonën e Adem Jasharit, që lindi një Adem Jashar atje në Kosovë, edhe që e shrujti gjithë familjen për Kosovën. Nonat të tjera nuk kemi pa, që të bëjnë 6-7 fëmijë, edhe 5 t'ja lejnë Shqipnisë, pjesën tjetër t'ja lejnë Palestinës, apo t'ja lejnë pleqërisë vetë. Kështu që nga ky koncept, po, mbështesim dhe shpresojmë të kthehen, kam informacion që janë kthyer apo janë rrugës për në Turqi, kanë mbyll dokumentacionin, e refuzoj çdo lloj dhune të ushtruar ndaj aktivistëve të paqes. Ata kanë shku për çështje humanitare, s'kan shku me bë luftë, as kanë shku në emër të Hamasit, as në emër të xhihadit, por mesazhet që vijnë nga Izraeli janë gjithmonë të acaruara dhe ngarkuara, sepse duan të përcjellin që janë në pozita force. Zoti Osmani, të kalojmë pak në përplasjen mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, ku tashmë flitet për një draft me 8 pika që mund të çojë drejt fundit konfliktit. Në këtë rast, ju si e shikoni kjo krizë që është prodhuar tashmë pas asaj lufte intensive, do të na çojë sërish tek lufta apo do të kemi një fund të saj? Shiko, Bardh, ka një diçka shumë të rëndësishme. Duhet kemi parasysh që lufta që po ndodh në Iran e përsërisim edhe një herë. Lufta që po ndodh në Iran nuk është mes Amerikës dhe Iranit. E pam në Kinë, e pam në me vizitën e Donald Trumpit në Pekin, e pam me vizitën e Putinit në Pekin, e pam qartësisht të sqaruar që lufta është për dominancën e planetit dhe për ndarjen e dominancës në planet. Vizita e fundit e Donald Trumpit në Pekin, ku zhvilloi një vizitë që pjesa më e madhe e cilës ishte e lidhur drejt për së drejti me Iranin, tregon pikërisht këtë, që Irani dhe Ukraina do të jenë 2 pikat nevralgjike të cilat do të zbërthejnë dhe do të strukturojnë konfliktin mes Amerikës dhe Kinës dhe rivalitetin që kanë ata atje. Marrëveshjet me pika do dalin her pas here, po është përfolur, është një marrëveshje e cila bën fjalë për ngrirjen e pasurimit të uraniumit nga Irani, të njëjta gjë, kontroll më të madh nga agjencia bërthamore atomike, uljen e mbështetjes për milicit shiite në rajon,
largimin e uraniumit nga Irani drejt Amerikës apo drejt një shteti tjetër, cilët mund të binë ata dakord me njëri tjetrin dhe garanci, pra Amerika do garanci që Irani s'do ketë armë bërthamore, por nuk është vetëm kjo. T'jemi të qartë, Amerika don të krijojë terrenin që sunduesi të jetë Izraeli në lindjen e mesme. Netanyahu ka planin e sundimit lindjes mesme dhe të Izraelit madh, dhe pala tjetër iraniane po kërkon heqje graduale të sanksioneve, lirimin e miliarda eurove të sanksionuara, hapje normale të tregtisë, ngushticën e Hormuzit. Ka gjithashtu edhe disa dhëna tjera të cilat na tregojnë se po diskutohet një moratorium i përkohshëm mbi pasurimin e uraniumit. Amerika mundet të lehtësojë disa sanksione ekonomike përkohësisht, negociatat mundet të vazhdojnë të negociohen, pra zhvillimi i bisedimeve mund të bëhet nga dera e Omanit dhe Pakistanit, vazhdojnë këta dy ndërmjetës të jenë më aktive bashkë me Katarin, dhe drafti aktual është duke parashikuar një lloj marrëveshje apo një periudhë 30-45 ditore armpushimi dhe negociata intensive. Çfarë duan të bëjnë? Duan të fitojnë kohë të gjitha palët. Trump fillimisht nuk shkon dot në një përplasje më të madhe, sepse dështoi së mbylluri lojën, edhe pse është shteti më i fuqishëm dhe ekonomia më e fuqishme dhe ushtria më e fuqishme në planet, ai dështoi së mbylluri luftën e Iranit ashtu siç kishte parashikuar, sepse Irani doli më i fortë se që kishte thënë Netanyahu dhe më i fortë se që kishte thënë Mossadi izraelit, që i dhanë direktivat dhe i thanë burru futu se jemi gati. Në Pentagon i thanë Donald Trumpit mos shko. Në ushtrinë e lartë i thanë mos shko. Generalët në rezervë i thanë mos shko, nuk është momenti, nuk e bëjmë dot tani. Amerika kërkon kufizime 20 vjeçare për programin bërthamor. Irani don 5 vite, nuk do 20. Izraeli është skeptik dhe do të vazhdojë linja e përplasjes. Teherani refuzon çdo marrëveshje e cila mund të interpretohet dhe mund të shihet si dorëzim. Kjo është pika ku rrafim. Cili është plani i Amerikës? Plani i Amerikës është që ta raskapis Iranin për një kohë gjatë, siç ndodhi me versionin e Asadit në Siri, i cili ndeti 15 vjet në luftë civile, në mungesë stabiliteti. Sigurisht situata në Iran është shumë e rënduar, situata ekonomike është katastrofike, situata ekonomike është e papërballueshme, dhe Trump është duke menduar që të shkojë drejt këtij versioni, pra versioni i presionit maksimalist që të raskapitet Irani ekonomikisht, të dorëzohet dhe të gjunjëzohet, ose me shpresën që të nisin protestat brenda dhe të nisë rebelimi, sepse nuk ka më buk, pavarësisht se Irani furnizohet nga Kina, nga Rusia, nga anët e Kaspikut, nga rrugët e tjera toksore përveç ngushticës Hormuzit. Plani afatgjatë amerikan duket që është i qartë, sepse tashmë ka nisur edhe projekti tjetër i rrugkalimit të energjisë, të naftës dhe të gazit nëpërmjet aktivizimit të boshtit të dytë rival të Pekinit në rajon, që është boshti indi, New Delhi, Emiratet e Bashkuara Arabe, Izrael, Europë. Ky është aksi që po ndërton Amerika, Izraeli, India dhe Emiratet e Bashkuara Arabe për të refuzuar dhe për të nxjerrë jashtë loje aksin Road and Belt Initiative të Kinës në lindjen e mesme. Po ndërtohet tubacioni i ri nga Emiratet e Bashkuara Arabe në detin e Kuq dhe më pas drejt Suezit dhe drejt Izraelit dhe drejt Europës, për të shkatërruar të gjithë aksin tjetër kinez. Prandaj amerikanët po kërkojnë të fitojnë kohë
në mënyrë që të realizojnë dhe të zhvendosin pa luftë nëpërmjet bllokadës së Iranit dhe më pas të zhvendosin pa luftë pikën nevralgjike gjeopolitike nga aksi Roden Belt Initiative, Kina, Irani, Pakistani, lindja e mesme dhe pikat e tjera tubacionet e tjera që mund të kalojnë nga Katari, nga vendet e gjirit nëpërmjet Sirisë dhe Turqisë, që të kalojnë tashmë nga Emiratet e Bashkuara Arabe, nga deti i Kuq dhe drejtën në Izrael dhe më pas në Europë, sepse Europa ka luftën ekzistenciale për gazin e saj. Zoti Osmani, të zbresim pak në Ballkanin Perëndimor, ku para pak ditësh studentët shqiptarë në Shkup tundën Maqedoninë e Veriut me protestat e tyre. Në këtë rast, ju si e shikoni këtë lëvizje të studentëve shqiptarë? A do shkoj përveç përtej një kërkese për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet e jurisprudencës? Pra, a kemi një lëvizje që shkon përtej një kërkese të thjeshtë dhe bazike që tashmë do duhet ishte zgjidhur prej kohësh? Kjo nuk varet nga studentët, kjo varet nga studentët dhe nga Mickovski, nga VMRO dhe PMNE-ja, nga mënyra si do të lëviz faktori shqiptar atje, gabohet rënd çdo kush që mendon se mundet të i kaloj dhe të anashkaloj studentët atje. Ndalohet, është i gabuar ai njeri që mendon se studentët në Maqedoninë e Veriut kanë dalë vetëm për gjuhën. Ata kanë dalë për gjuhën, por loja është akoma më e madhe. Të ndalosh një popull që është element shtetformues dhe jo pakicë etnike, po i plotësohet pakicave etnike, jo më të flasësh për element shtetformues. Të ndalosh një popull element shtetformues të flasë gjuhën e vetë dhe t'jap provimet me gjuhën amtare është e pa imagjinueshme, që do të thotë, këtu nuk kemi thjesht një provokim, kemi një tendencë maqedone për t'i lënë shqiptarët dhe për t'i provokuar ata. Shqiptarët nuk janë më në vitin 2000, nuk provokohen më letë, një e para, sa do të e shitur tjetë politika e tyre, ata nuk mund të provokohen mos në vitin 2000, e dyta, le ta harrojnë maqedonësit që ka Maqedoni pa shqiptarët, ti themi gjërat hapur, e treta, mos ta çojnë në përmend maqedonësit, as nacionalistët e Maqedonisë, se ndryshimi i rendit botror do t'i lërë shqiptarët jashtë rruge dhe do t'i jap atyre mundësi që të shkelin shqiptarët, të harrojnë që mundet të hynë në një betej edhe me bullgarët edhe me shqiptarët, janë duke e ndërtu lakun e vetë dhe po dëmtojnë veten. Unë ja kam bërë një mesazh para disa netësh, ja kemi dërguar mesazhin edhe klasës politike atje, edhe klasës politike shqiptare, e cila duhet patjetër të bashkohet në këtë pikë dhe t'i lënë ato pelivanllëqet që i kanë bërë deri tani. Ali Ahmeti nuk ka mundësi të na shesi shqiptari se ka qenë gjithkohës atje, ka qenë pushtet, edhe s'ka bë gjë. Dhe këta zotërit e Vlenit, edhe pse dolën në mbështetje të protestave, për krahjet protestave, ka ardhur koha të pozicionohen. Nuk ka edhe të mbështesësh protestat edhe të vazhdosh të rish të bashkëqeverisësh me Mickovskin. Për këtë arsye, unë shikoj që Maqedonia e Veriut duhet t'i bëj llogarit mirë tani, sepse kush i bën llogarit pa Hanxhiun, kush i bën llogarin pa zotën e shtëpisë, i ka bërë llogarit gabim. Nuk jemi këtu as për të lëshu ultimatume, as për të lëshu kërcënime, as për të bërë karagjozllëqe. Kush e harron një fakt kryesor, marrëveshja e Ohrit, pasi dolën shqiptarët dhe luftun, nuk është vetëm një akt juridik, është akti i bashkëpronësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut nga dy bashkëpronarët e shtëpisë, shqiptarët
dhe Maqedonët. Kush nuk e ka kuptu këtë, duhet ta kuptoj përpara se t'jetë vonë, sepse nesër s'ka më Maqedoni. Në qoftë se goditet shtylla e shtëpisë. Shqiptarët nuk ka slav e bulgar e maqedon e serb e nuk ka lind njeri që t'i mposht më tani të paktën në kohën e teknologjisë. Ndoshta kur ishin më pak të hutuar, më të qarë, më të shpërndar, më pak të informuar, mundet t'i shtypnin. Sot ka zero mundësi me i shtyp. Sot ka zero mundësi me i ignoru shqiptarët, o do marrin pjesën që u takon në Ballkan, ose Ballkani do ndizet i gjithi. Nuk ka më, sepse shqiptarët e kanë kuptu që o sot o kur, në qoftë se nuk marrim sot atë që në takon bardhë. Shqiptarët do zhduken në influencën e tyre, në prezencën e tyre, në drejtat e tyre politike. Fati jon i keq është që ne jemi rrethu vazhdimisht nga fqinj. Populli thot, komshiu është më i rëndësishëm se shtëpia. Problemi është se ne komshit i kemi pas jo dashamirës shqiptarëve. Mendoj që ka ardhur koha, në këto kohra të përgjakshme, luftra të mëdha, bota është ndezë e gjitha, bota ka ardhur në një moment ku askush nuk ka qa me hum asgjë. Dhe mirë ai që përballet me dikë që s'ka për të humb asgjë. Shqiptarët nuk kanë më asgjë për të humb. Qa kishin për të humb, i humbën konferencën e Londrës, Berlinit. Qa kishin për të humb, na bët copa. Një shekull përpara, rendi i ri botror po ndërtohet tani. Nuk kemi më asgjë për të humb. Dhe mirë ata që merren me një popull që s'ka asgjë për të humb. I këshilloj të gjithë vendet e rajonit të cilët po u lëshojnë jargët me ëndra psikopate për të marrë Vojpirin jug Shqipërisë, apo për të bërë asociacion të komunave greke në jug të Shqipërisë, apo për të ndalu shqiptarët Maqedoninë e Veriut, apo për t'i përzën shqiptarët nga Shqipëria nëpërmjet makinerisë genocidale të Edi Ramës, që është nëpërmjet një soft poweri, fuqie e butë e zbrazjes Shqipërisë, kujdes i kanë bërë llogarit pa të zot të shtëpisë. Unë jam i vetëdijshëm që shqiptarët janë në krizë kulturore, politike, identitare dhe gjeostrategjike, por nuk ka për të qenë më kështu të jenë sigurt. Nuk ka më llogari pa shqiptarët. E ftoj edhe një herë zotin Mickovski dhe të gjithë mendjet e ftohta në Maqedoninë e Veriut dhe kudo në rajon të mos bëjnë llogari pa shqiptarët, sepse i siguroj që do t'i dalin llogarit gabim. Zoti Osmani, kalojmë pak politike e Tiranës dhe Kosovës urgjent të mbështesin Maqedoninë e Veriut dhe studentët heroj atje. Ali Ahmeti dhe Vleni të gjejnë gjuhën e përbashkët, përplasin kokën me njëri tjetrin dhe të gjejnë mënyrën si të ushtrojnë presion dhe ta rikthejnë shqiptarëve dinjitetin atje në Maqedoni. Ali Ahmeti mos na japi leksione patriotizmi dhe UÇK-ja se e kemi pa patriotizmin kur ka qenë 22 vjet me maqedonët në pushtet, kanë bë pazare sa janë knaq, kurse çunat dhe gocat e Vlenit, këta të rinj që kanë ardhur, edhe këta duhet kalojnë nga faza e bilbilosjes në fazën e bashkëpunimit faktorit shqiptar. Gjeni vetë mënyrat, gjeni formën se si me bashkëpunu dhe të merrni përkrahjen e Tiranës dhe të Prishtinës, po Tirana dhe Prishtina janë të ngarku me hallet e veta tani, shumë shkurt për t'i vënë kapak kësaj. Provokimi i shqiptarëve zhbën Maqedoninë e Veriut dhe bashkon pjesën shqiptare me Kosovën. Unë do të doja që maqedonësit mos shkojnë në drejtim të këtij skenari, sepse është skenar i rrezikshëm për stabilitetin e Ballkanit. Dhe stabiliteti i Ballkanit është vije kuqe në këto momente kur po ndahen hartat gjeopolitike në Ballkan, veçanërisht tashmë që është marrë vendimi për një ofensiv të re të Putinit në drejtim të Ukrainës dhe të marrjes së Kijevit, siç është nga burimet e mia në orët e fundit.
Zoti Osmani, të kalojmë pak në Kosovë, ku vendi shkon drejt zgjedhjeve të përgjithshme të parakohshme parlamentare, dhe ndërkohë Albin Kurti ka deklaruar se atë kërkojnë ta eliminojnë politikisht në këtë lloj situate që është futur vendi. Ju si e shikoni, kush mund ta eliminojë dhe rrëzoj politikisht Albin Kurtin, falni? Albin Kurtin mund ta rrëzojë vetëm Amerika. Në qoftë se që ti themi gjëra troqë, se nuk ka kohë që të bëjmë kështu. A do ta rrëzojnë apo jo, amerikanët kanë një skem me Kurtin. Kosova ka bon stilin bardh. Forcat amerikane janë atje. Ka dhe i projekcion të ri për Ballkanin. Që të shohim elementet prapa skenës dhe t'i kthehemi ballores. Zoti Kurti ka qeveris, ka bërë ato që ka bërë, dhe ka dy linja që po përplasen në Kosovë. Shkurt, është linja gjermane europiane, e përfaqësuar nga zoti Kurti, është dhe linja amerikane, e cila i ruan kontaktet me të gjithë dhe i mbështet të gjithë, ose i sulmon të gjithë, ose i jep dorën të gjithëve, ose i ndalon të gjithë. Ka një përplasje mes Europës dhe Maqedonisë për vizionin dhe të ardhmen e Kosovës dhe të Ballkanit. Ka një rivalitet mes Gjermanisë dhe Amerikës dhe Europës dhe Amerikës për kontrollin e Ballkanit. Amerikanët kanë dy skema. Skema numër 1, kur nuk të duan për të shohin aktor të fortë në terren, nuk të rrëzojnë por të bëjnë presion maksimalist. Sepse nuk duan që të dalin si kur po ndërhyjnë në punët e brendshme dhe si kur po ushtrojnë presion. Pra, rastin Kurti, amerikanët e kanë trajtuar me këtë situatë. Përderisa nuk kemi dosje për të korrupsioni, përderisa nuk kemi ku ta kapim, përderisa ka popularitet masiv, do t'i bëjmë presion masiv pa e rrëzu. Kjo ka qenë skema që po luhet. Në qoftë se i thyn vijat e kuqe, e rrëzojnë dhe e ngrejnë vetë vendosjen me gjithë lecka, e shkulin në qoftë se marrin vendim. Pjesa e opozitës opozita ka qenë e përçartë deri tani. A do bëhen bashkë, a nuk do bëhen bashkë, kjo do të jetë një nga faktorët. Si do të shkojë historia e Kurtit. Në qoftë se opozita bëhet e gjitha bashkë dhe merr dhe mbështetje amerikane, unë mendoj, nuk jam aty brenda që ti di, unë mendoj se do shkojmë në një skenar ku Kurti sërish do të shkojë i pafuqishëm dhe i pa aftë për të kontrolluar gjithçka. Gabimi që bëri zoti Kurti është tentativa e tij për të bërë zot dhe i gjithë pushtetshëm. Dua parlamentin, du qeverin, du presidencën, du gjykatën kushtetuese, du këtë, du atë. Kjo e çoi zotin Kurti në një reagim masiv. Zoti Kurti nuk mundet të kontrollojë gjithçka. Problemi i tij është që shkoj dhe synoj të marrë gjithçka. Në këto kohra që po jetojmë, i nderuar bardh, çapat e mëdha e duan fytin të madh, po nuk e patë fytin mjaftueshëm të madh, nuk mundet t'i marrësh, ta hash çapa të mëdha, sepse të ngeci në fyt. Tani zoti Kurti i ka bërë vetë llogarit atje. Unë besoj që këtë herë nuk do të ketë rezultatet e mëparshme. Duhet shohim si do të shkojë dhe cili është perceptimi i popullit shqiptar në Kosovë për afrimin e Vjosa Osmanit me LDK-n. Vjosa Osmani ka shkuar vetëm për të marrë presidencën, apo ka shkuar ke LDK-ja për të bashkuar organikisht me LDK. LDK-ja ka klane të tjera brenda, të cilat nuk do ta lejojnë zonjën Vjosa Osmani
pastaj puthjes së saj me Edi Ramën dhe afrimitetit të saj me Edi Ramën dhe me qarqet e tjera. Jo dashamirëse ndaj Kosovës, por është zgjedhje e zonjës Osmani. Zonja Osmani duhet ta kuptojë që cila do të jetë strategjia e saj për të bindur kosovarët, popullin shqiptar në Kosovë deri më 7 qershor, se cila do të jetë natyra e prezencës së saj brenda aksit opozitar. Në qoftë se shqiptarët e Kosovës e perceptojnë rikthimin e Vjosës në LDK si pjesë e saj organike, rezultati do të jetë më i fuqishëm. Në qoftë se e shikojnë që është një pazar momental i Vjosa Osmanit thjesht për të marrë presidencën, karamelen që e ka dëshira ajo ta mbaj poshtë gjuhës, në qoftë se do të shkojë vetëm për të marrë presidencën, Kurti do të vazhdojë ta ruajë epërsinë e tij. Në qoftë se krijohet perceptimi që ka një plan opozita e qartë e Kosovës, ka një plan madhor për të bërë ndryshime të mëdha, sepse disa nga defektet e mëdha të zotit Kurti kanë qenë që edhe ai është marrë më tepër me çështjen e sovranizmit, çështjen e parullave patriotike, sovraniteti, nacionalizmi, Serbia, Kosova, dhe ka arritur shumë për hir të vërtetës, ka përballu presion të madh për zajednicën, për asociacionin. E kemi përshëndet që ka ushtru sovranitetin e Kosovës në veri, përballjen me forcat terroriste serbe, me forcat e Radojčićit, me forcat paramilitare serbe e kështu me radhë, e kemi përshëndet. Por Kosova ka nevojë jo vetëm për sovranizëm. Kosova ka nevojë edhe për bukë, ka nevojë për spitale, ka nevojë për shkolla, ka nevojë për rrugë, për ura, ka nevojë për mirëqenie më të mirë. Nuk ka nevojë vetëm për ndihma sociale. E majta radikale zakonisht e shuan urin me kështu, me shiringa 50 euro shëndima sociale, solidariteti me popullin e varfër. Jo, ka nevojë për reforma ekonomike të thella. Ka nevojë për mirëqenie Kosova. Kosova nuk ka bukë, Kosova nuk ka mirëqenie, ka varfëri të madhe, dhe këtë duhet ta shoh zoti Kurti me programin e tij, përveç patriotizmave dhe përveç këtyre skenarëve për të shtri sovranitetin e shtetit Kosovës në veri të Kosovës. Për t'i vënë një kapak, se u zgjeruam shumë. Në qoftë se Amerika do të zbres me gjithë peshën e saj për ta mbështet një opozit të bashkuar, Albin Kurti do të ketë ose një fitore shumë të ngushtë që nuk i jep atij mundësinë dhe do shkojnë në një krizë tjetër parlamentare, ose edhe mund të humbas. Në qoftë se amerikanët zbresin me gjithë peshën e tyre, dhe në qoftë se perceptimi i votuesit në Kosovë është që nuk kanë ardhur në bashkim opozita e Kosovës për të bërë Vjosën presidente, por kanë ardhur për të dhënë një alternativë ndaj zotit Kurti. Këto dyja do të jenë dominante në rezultatin që do të prodhojë 7 qershori. Ajo që unë shoh fatkeqësisht është që cili do qoftë rezultati i 7 qershorit do të jetë një rezultat i ngushtë, i cili sërish do ta mbajë Kosovën në krizë. Dhe kjo krizë nuk i shërben as Kosovës, as shqiptarëve. Uroj, shpresoj që zoti Kurti dhe opozita atje në Kosovë të gjejnë rrugët më të mira për ta lexuar momentin delikat në cilin gjendet rajoni, të marrin vendimet e duhura, të gjejnë një ekuilibër dhe një balans ndërmjet SBA-s dhe Bashkimit Evropian, po pa e sakrifiku Amerikën, sepse është garancia e vetme e shqiptarëve në Ballkan, e vetmja dhe e fundit garanci e shqiptarëve në rajonin e Ballkanit. Kjo nuk do të thotë që Europa nuk është. Europa është habitati ynë natyral, geopolitik,
është shtrirja jonë më natyrale, ekonomike, gjeografike, por duhet një leadership politik i cili balancon me mençuri, me kujdes, pranin europiane, vizionin europian për Ballkanin dhe vizionin amerikan për Ballkanin, i cili është e vetmja garanci gjeopolitike për Kosovën dhe për shqiptarët në tërësi, të paktën në këtë moment shumë decisiv. Ndaj, përplasja e zotit Kurti me Amerikën nuk duhet të jetë linjë strategjike e mendimit dhe orientimit të tij politik, por duhet fillojmë të bëjmë një lexim më të mirë në mënyrë që të rrisim peshën specifike të faktorit shqiptar në rajonin e Ballkanit, sepse vetëm si të tillë mund të ndërrohemi në një masë solide në rendin e ri botëror, në gjeopolitikën e ardhshme, dhe për rrjedhoj vetëm ashtu mund të forcohet faktori shqiptar në Tiranë, në Tiranën e braktisur dhe tradhtuar, në Shkup, në Lugin dhe kudo ku ka shqiptar. Zoti Osmani, duke u referuar asaj që ju theksuat pak më parë sa i përket garancisë amerikane në rajonin e Ballkanit dhe kundrejt shqiptarëve në veçanti, a shikoni se Amerika po jep një përparësi tjetër konkretisht politikës së Tiranës dhe reformës në drejtësi, në këtë rast të SPAK-ut, me propozimin si kandidat për ambasador të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri Erik Vend, i cili mbajti dhe fjalën e tij në Senat, ku përmendi çështjet e drejtësisë, por edhe politikën e Tiranës deri diku. Në këtë rast, a mendoni se Amerika do ta bëjë zap politikën e Tiranës, kryesisht mënyrën se si ka qeverisur kryeministri Edi Rama deri tani? Po, e kam ndjekur dhe kam folur edhe për këtë çështje. Është një moment shumë i rëndësishëm, është një vendim amerikan për të mos e lënë ambasadën e Tiranës, një nga ambasadat më të rëndësishme rajonale, për të mos e lënë pa ambasador. Sigurisht zonja Wernhorn ishte aty për të përcjellë dhe përcillte mesazhet e Washingtonit edhe në detyrën e të ngarkuarës me punë, por ardhja e një ambasadori, e një generali ushtarak, i cili vjen nga lindja e mesme, koordinues i operacioneve më të rrezikshme, operacioneve të shërbimeve të inteligjencës, koordinim i atyre operacioneve që quhen regime change, i ardhur nga Afganistani, i bashkëluftëtar me shqiptarët në Afganistan 2010-2011, janë luftëtar të Zotë, të jashtëzakonshëm dhe njerëz punëtor, tha ai. Ardhja e generalit Wend, ja 3 cm më i gjatë se Edi Rama, është një zgjedhje e cila duket qartë që edhe pse Washingtoni është zhytur në luftrat e lindjes mesme, nuk e ka humbur ende kthjellësinë milimetrike për t'i bërë llogarit mirë, sepse shpesh diplomatët e huaj ky joni i shifte nga lart poshtë. Pra, më ka bë perenia të gjatë shumë, edhe i shifte kështu sikur me një superioritet fizik. Ja kanë gjetë ambasadorin më të gjatë se Rama, fizikisht, është general ushtarak, vjen me mesazh të fortë, të qartë, rikthehet Washingtoni në Tiranë me mesazh ushtarak, që Shqipëria është vije kuqe. A do të vit na bëj dhurata nga qielli? Nuk ka dhurata. Shqiptarët duhet të mos ushqehen nga papagajt që bredhin nga portali në portal, nga media në media, nga televizioni në televizion. General lejtnant Erik Wend, që vjen në Tiranë si ambasador, nuk po vjen për t'i bërë dhurata shqiptarëve, por po vjen për të dhënë vijen e kuqe, ushtarake amerikane, gjeopolitike në Tiranë. E vetmja mënyrë që shqiptarët të fitojnë terren, mbështetje dhe ndihmë nga aleati strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në këtë moment kur po riformatohet bota, është ta shndërrojnë Edi Ramën dhe bashkëpunëtorët e tij në opozitë në kosto për Amerikën.
e thënë më qartë, në qoftë se shqiptarët ja dalin që ta shndërrojnë mbajtjen e Edi Ramës të kushtueshme për Amerikën, se Amerika intereson stabiliteti. Mbështetja për SPAK-un ishte fikje llampash për gjithë korin që dalin nga mëngjesi deri në darkë, kori i emisioneve të prime time-it ke televizionet e Beogradit në Tiranë. Prime time-in e kontrollon Beogradit gjithë në Tiranë. Me gazetarë, me të ftuar, me analistë, me ekspert. Tani, kori është që SPAK-u po bën luftë klasash. SPAK-u ka bërë gabime të mëdha dhe vazhdon të bëjë. SPAK-u ka luajtur gabim dhe shpesh ka luajtur edhe pis. SPAK-u është intimidu nga kjo klasë politike. SPAK-u ka tregu nga thësi. Her pas here ka flet edhe mbi dosje. E ka bërë sepse i kanë dhënë mesazh lojtarët e Tiranës, prisnin dhe pak se Amerika nuk është e qartë. Kjo ka qenë poezia që ka thurë Rama me Berishën. Kujdesni se Amerika nesër është zhyt në baltën e Iranit, është në luftë me Kinën, me Rusin, nuk e ka mendjen ke SPAK-u, ndaj çunat dhe gocat e SPAK-ut, uleni pak ritmin, derisa të ndryshojnë pak kohrat. Kjo ishte klima deri tani në Shqipëri. Ardhja e tij dhe deklarimi i tij në Senat që shiko se këtu nuk ka asnjë lloj ndryshimi kursi, këtu ka mbështetje të plot për SPAK-un, siç e tha ai, do të thotë që ja dogji prap letrat edhe Ramës, edhe Berishës, të cilët shihnin dhe prisnin që Amerika mos e ketë mendjen Shqipëri. Tani, kur të vi ky generali, generalet zakonisht nuk kanë miq, i dashur Bardh. Generalet dhe ushtarakët kanë vetëm mision. Në qoftë se një diplomat normal mund të krijosh miqësi personale ose edhe marrëdhënie afeksioni diplomatik me ushtarakun, këtë nuk e realizon dot. Pse? Sepse një ushtarak është gjithmonë në mision dhe vjen për zbatu një plan konkret. Fakti që e propozoi Trumpi dhe e miratoi Deep State-i do të thotë që generali Eric Wendt vjen për linjën e vjetër dhe të re të Amerikës në Ballkan. Kemi folur bashkë dhe unë e kam analizuar ke kanali im në YouTube her pas here, që ky është momenti të kuptojmë nëse sistemi i vjetër që prodhoi SPAK-un dhe sistemi i ri që është tani, a janë pjesë të njëjtës dorë apo jo. General si Eric Wendt në rezervë që kanë shërby në lindjen e mesme në zonat operacionale më të rrezikshme në planet, që vinë në Shqipëri, njohin operacionet, njohin Afganistanin, flasin arabisht, din dhe si bëhen puçet, din si lëvizin shërbimet, si lëvizin parat, do të thotë që ka ardhur me mision ky zotëria. Këtë duhet ta kuptoj Rama, Berisha dhe shqiptarët. Dhe pyetja më e madhe që do na bëjnë edhe ke komentet, ata që do na shajnë dhe ata që do na lavdrojnë, do të na thonë, more po ky generali kur do të na i heqi këto qelpsirat nga pushteti? Kjo është pyetja që bëhet. Nuk ka për t'i heqë ai qelpsirat. Qelpsirat do t'i hiqni ju nëse jeni popull vital. Generali ka ardhur për të kryer misionin, ka mzhikun amerikan në Ballkan në lojën e madhe gjeopolitike. Jo Rama, jo Berisha, edhe sikur çuni i xhait Slobodan Miloševići vita qeverisi Shqipërinë, bashkë me Athinën, kushdo që t'jetë në Tiranë, Amerikës do t'i thotë peqe lepe. Kështu që Amerikën nuk ja kërcënon kërkush linjën e saj strategjike, edhe Rama, edhe Berisha, edhe kushdo që të vinë pushtet, amerikanët kanë t'i thënë po për linjën strategjike gjeopolitike. Kështu që
Shqiptarë të dashur, të gjithë ju që prisni të ndodhin mrekullit, po ju jap Chelsin nga këndvështrimi im modest, bën vaki Krishtlinku e ka gabim. Ajo që unë shoh dhe jam me bindje të plot, e vetmja mënyrë për ta çmontu këtë klasë politike anti-shqiptare është ta bëni këtë klasë politike me kosto të mëdha për Amerikën. Nëse Amerikanët do të kalkulojnë që mbajtja e kësaj klase politike atyre u kushton imazhin e vet, u kushton të ardhmen e vet, u kushton humbjen e popullit shqiptar që po e humbasin çdo ditë. Populli më pro-amerikan në botë sot është ndër popujt që bën më shumë meme për Amerikën në botë në rrjetet sociale. Sepse ky popull nuk është më analfabet, ky popull lexon, shikon, sheh televizor, ka YouTube, ka internet dhe nuk tallen më shqiptarët. Doni të shpëtoni, keni vetëm një shpëtim. Generali ka ardhur. Bëjeni generalin që të shkruajnë raporte në Washington dhe t'i thot Washingtonit shqiptarët janë zgjuar, siç erdhën me prit James Bakerin kur erdhin Tiranë zbarkun gjysmë milioni shqiptar në terren. Amerikanët u bën pragmatist aso kohë, u bashkuan me komunistët sepse ata ishin shkolluar, kishin paret, kishin sigurimin e shtetit, kontrollonin gjitha pikat kyçe. Amerikanët janë pragmatist, nuk janë shoqata bamirëse. Zotëria ka ardhur, është general dhe vjen me kamxhik. Goditja e Spakut, mbështetja e Spakut nga ai dhe goditja e Spakut nga klasa politike është tashmë e pamundur. Ëndrat e Ramës dhe të Berishës që shiko se Amerika është e zonë në luftën e Iranit dhe me Kinën, hajde ti dobësojmë çunat e Spakut dhe gocat e Spakut mbaroi. Spaku tani merr koordinata, vepro dhe nuk guxojnë më mos me vepru. Këtu tani rrezikohet Balluku, do rrezikohen shumë të tjerë, Majtas Djaftas dhe do ngrihen deri ke piramida. Momenti gjeopolitik për të largu kokat e din ata kur e bëhet, kur ndodh, sepse kjo do varet nga dinamikat e popullit shqiptar. A do jenë shqiptarët të aftë të prodhojnë klasë tre politike, apo jo? Kush mendon që do vi Washingtoni, do ndërtoj klasë tre politike, shef ëndra, shef petlla në Tigan, nuk ka, do ta bëni ju. Ose jeni popull vital që meritoni ekzistencën, ose jo, do të jeni i protektorat i rëndomt. Amerikanët i intereson stabilokracia në vend të demokracisë. Ata duan të mos kenë dhimbje koke nga Ballkani dhe të sigurohet linja e madhe. Nuk u intereson atyre se kush është në pushtet, kush është ministër e kush është. Kanë bërë një investim ke reforma në drejtësi, ke Spaku, erdhën tani dhe thanë nuk është histori me Soros, as me departament shteti, as me George Soros, as me komunist, as me djaftist. Është linja e shtetit thellë amerikan, siç është generali. E mori shteti i thellë, e mori generalin bashkë me kamxhikun, do ta nisin Tiranë. Klasa politike do bëhet gati për kamxhik, populli shqiptar duhet bëhet gati të prodhoj klasën politike që ta shndërroj klasën e vjetër në kosto për Amerikën. Kjo është ajo që unë shoh me modesti. Zoti Osmani, unë ju falenderoj. Shqiptarët pastaj e di secili vet. Zoti Osmani, unë ju falenderoj për gjithë analizën dhe mendimet këtu në Agora News. Kënaqësia është e imja. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.